Ehli bejti i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, janë drita që mbeti për të udhëzuar zemrat, edhe pasi profeti u largua nga kjo botë. Ata na mësojnë se morali, sakrifica dhe drejtësia nuk janë vetëm fjalë, por mënyra të jetesës që e ngre njeriu te Zoti i tij. Në teket dhe trazërat e jetës, shembulli i tyre është si një burim qetësie që i ngroh zemrat me butësi dhe i fton njerëzit drejt së vërtetës. Kush i afrohet ehli bejtit, i afrohet dritës së pastër të Islamit dhe gjen tek ta një pasqyrë të besimit të pastër, larg teprimeve dhe larg padrejtësive.